Nuk dal nga kjo shtëpi pa të pasur edhe ty, në Big Brother, shikimi nuk është kurrë i pafajshëm. Çdo vështrim zgjedh më shumë se ç'duhet, çdo heshtje flet më fort se fjalët, dhe çdo dëshirë, sado e fshehur, gjen një mënyrë për të dalë në sipërfaqe. Kështu ndodh edhe me Limin. Një moment i thjesht, një kthim shpine i Benitës, një çast i zakonshëm që për çdo tjetër do të kalonte pa u vënë re, për të bëhet pikënisje, nuk është vetëm trupi që ai sheh. Është prania. Është mënyra si Benita ecën pa e ditur se po vëzhgohet. Është siguria e saj, qetësia, fakti që nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por e merr atë pa e kërkuar. Dhe Limi ndalet. Syt i qëndrojnë. Mendja i largohet nga loja, në atë çast, diçka ndryshon. Big Brother është një hapësirë ku dëshirat intensifikohen. Izolimi, mungesa e botës së jashtme, e bëjnë çdo ndjenjë më të fortë, çdo impuls më të rrezikshëm. Dhe për Limin, Benita shndërrohet nga një bashkëbanore në një ide fikse. Jo me njëherë dashuri. Fillimisht dëshirë. Pastaj nevojë. Pastaj obsesion, ai nuk flet me njëherë. E mban brenda. E vëzhgon. Analizon çdo lëvizje të saj, çdo fjalë, çdo reagim. Dhe sa më shumë e mban për vete, aq më shumë kjo ndjenjë rritet. Sepse ajo që nuk thuhet, zakonisht bëhet më e fortë, deri në momentin kur ai e thot. Nuk dal nga kjo shtëpi pa të pasur edhe ty, e dashur. Fjali e thënë si deklarat, jo si pyetje. Si premtim, jo si lutje. Një fjali që nuk kërkon përgjigje të menjëhershme, por që rëndon në ajër, sepse mbart brenda saj një ide të rrezikshme. Zotërimin, Limi nuk po flet për dashuri të butë. Ai po flet për qëllim. Për vendosmëri. Për faktin që për të, kjo eksperiencë nuk ka më kuptim pa Benitën si pjesë të saj. Dhe këtu qëndron kontrasti më i fortë. Ajo ndoshta nuk e di ende se çfarë përfaqëson për të. Benita, nga ana tjetër, nuk është një figurë pasive. Ajo e ndjen vështrimin. E ndjen energjinë. E kupton që diçka ka ndryshuar në sjelljen e Limit. Por ajo nuk reagojnë menjëherë. Ajo zgjedh heshtjen. Dhe heshtja e saj nuk është miratim, por vetdije, sepse brenda kësaj shtëpie, çdo fjalë mund të kthehet në zinxhir. Eseja e këtij momenti nuk është thjesht historia e një burri që dëshiron një grua. Është historia e një njeriu që, në mungesë të kontrollit mbi lojën, përpiqet të marrë kontroll mbi ndjenjat. Të dal nga Big Brother jo vetëm si lojtar, por si fitues emocional, por dashuria nuk fitohet me vendosmëri të verbër, nuk dal pa ty tingëllon romantike për disa, kërcënuese për të tjerë, dhe e frikshme për ata që e kuptojnë se sa lehtë një ndjenjë mund të kalojë kufirin mes pëlqimit dhe posedimit. Sepse dashuria e vërtet pyet. Nuk imponon. Nuk kushtëzon daljen nga një shtëpi me praninë e një njeriu tjetër. Limi ndodhet në kufirin mes pasionit dhe humbjes së kontrollit. Dhe ky kufi, në Big Brother, është gjithmonë i hollë. Ai nuk është i keq. Ai është i hutuar. I izoluar. I pushtuar nga një ide që i jep kuptim ditëve të tij aty brenda, por pyetja që mbetet pezull është kjo: a është Benita një ndjenjë, apo një qëllim, një person, apo një simbol i fitores së tij personale? Në fund, kjo ese nuk jep përgjigje. Sepse as vet Limi nuk i ka. Ai e di vetëm një gjë: pa Benitën, kjo lojë i duket bosh. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e rrezikshme e dashurisë, kur e lidh kuptimin e jetës tënde me praninë e dikujt tjetër. Sepse Big Brother përfundon. Kamerat fiken. Shtëpia zbrazet, por pasojat e fjalëve të thëna mbeten.